Tregom tash kur është koha ose kur është niveli I infeksionit që duhet me u intervenua. A është intervenim kirurgjik, a është intervenim që duhet bëhet me anestezian? Zakonisht punohet me anestezian lokal, edhe koha më e përshtatshme për zgjidhjen e këtij problemi është sa më herët që lajmërohet, më herët me u lajmëruar, edhe në zanafill problemi është I zgjidhshëm më lehtë. Zakonisht zgjidhet në mënyrë kirurgjike, ku bëhet largimi I pjesës së thonit të futur në mish, sipas popullit, dhe thotë sepse nëse vazhdon me qëndru infeksioni, momentalisht kur është në fazat fillestare është edhe pa infeksion. Vetëm I futun edhe dhem, pas kuqe, pa ato. Mirë për nëse lehet mas dore, do thotë ai komplikohet edhe zgjidhja dën kohë më shumë për me u zgjidh mas infeksionit edhe. Zakonisht është problem I këpucave, është problem mas shtatzanive, do thotë për shkak të ajtjes së këmbëve. Do thotë edhe për shkak të këpucave të papërshtatshme.